Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Shpesh herë dëgjojmë reformën në drejtësi. Po. Po, ku mund t'i kapësh dot këta se çfarë bën drejtësia? Unë kam një problem me drejtësinë. Po. Dhe është për t'u habitur. As nuk duan të dinë fare, nuk kanë asnjë frikë. Nuk mund të kontrollohen nga se thuhet që këta do dalin të korruptuarit. Si do diktoj që është i korruptuar ky? Po pse mos kontrollohen gjyqet që ka zhvilluar? Po. Është për të habitur. Që nga po gradeci vendimi merret në Korçë. Zoti Sotiraq Lubonja si qishte dhe flasin thua atin se po gjykon Kencëm dhe pastaj në fund thot dy llafe dhe ikin me vrap me gjithë Stavri Kafton. Po pse ju vejni shumë të rregullt dhe njeriu shprehet aty, po si dërgoni një gazetar të shikoni zhvillimin e gjyqeve? Po është kulmi, mora ta bëjnë qartë duan marrin paranë dhe bëjnë çfarë të kenë. Si të zbulohen? Po nuk është zorë të shikosh një gjyq. Po unë kam me gjithë djalin 75% ja jep çupës që ka 22 vjet. Po këta bëjnë të vritemi me njëri tjetrin, morë zoti Bashkim. Po nuk është gjukatë kjo, këta po marrin sa mundin bëjnë tani, se i vjes kur zoti, këta nuk mendojnë. Tinë, thua këta zotërinj janë kalezet kur i shikon, që apelon. Po këta s'kan pikë, po si më le mua pensionist ma merë të pronën. Por nuk të, unë i kërkoj edhe rishqyrtim të vlerësimit se është paguar komplet që nga vlerësimi, po si ka mund se gjithë një objekt të bëj 30 milion po flasë në vjetrat të çmohet nëntë. E kërkoj të paktën të çmohet, dhe kjo nuk merret për lire të fuqi në pogradec sepse paguan. Do thua, jam personazhi i 20 nëndorit që kam dalë dëshjemi në gjyq. Dhe ta shikoj një gazetar, po qarë unë duhet të vrite me fëmijin, more. Po shkullmi kjo, more. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj për një problem tepër të rëndësishëm, për emergjent të shoqërisë tonë, për reformën në drejtësi. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Ju kush jeni? Mirëmëngjes, flisni ju lutem. Ju kush jeni? Atëre presim dikë tjetër, zakonisht ai që merr thot kush është, apo ja. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni lutem. Gjotani. Folet për drejtësinë. Po? Folet për drejtësinë. No. Po, flisni. Tani këtu sa tjetë partia LSI-ja, po shtetë si mojtas, gjastas këtu nuk do të ketë drejtësi fare. Pse e lidhni me një parti këtë çështje? Po tani ajo partinë po shtetë me PD-n asnjëherë gjithmonë anarshi, ku do që ka qenë në drejtim. Se shteti drejtohet me dy qeveri. S'ka mundësi ta as drejtorin, as ministrin, kryetari qeverisë. Po koalicionet janë një formacion i pranuar i demokracisë. Pse e quani kështu? Përgjithshme, me një fjalë. Këtu ka demokraci me teori komuniste. Po nga niseni që e thoni këtë gjë? Mund të argumentoni? Po, argumentoj se gjithmonë me një teori, do me thoni, gjithmonë teorinë e asaj që jam unë, dhe s'është as njëri tjetër. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Zoti Bashkim. Po, mirëmëngjes. Kisha problemin e fëmijëve. Cili është problemi që doni t'i thoni publikut? Dhe nuk kena marrë lekët. Nuk janë marrë pagesat e lindjes? Po. Nga çfarë qyteti merrni? Se i shkojnë, na thonë që i ka marrë Urzim Basa lekët. Flisni nga Tirana? Po. Miropafshim bashkë, vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem.
Alo, Mirëmëngjes. përshëndetje. Po? Në News 24. Po, drejt për drejt me publikun, flisni. Zoti Bashkim, Po. kam dy probleme. Jam i qytetar në Ora Vajgërore. Po? Dhe para me punonjësit e bashkisë, na vinë kërkojnë taksa. Unë jam dakord për taksa. Por asnjë gjë nuk na japi të drejtë. Më dëgjon, Ju vjetë dëgjojmë. ushqime e televizorit. Ju dëgjojmë, flisni. Dhe dyta, as ndryqim kemi, as plera. Kemi kanal Vadis që është kryer në 1962 dhe asnjë gjë nuk është bërë. Nga qa zonë, Është kryer në ujra zeza. nga qa zonë flisni? Në Urë Vajgërore, lagja 4 shtatori. Dhe e treta, e ka me ministri Rendi që përse dekuron Kasem Kaçin, ish një gjaktirës Kolen Verolë, unë jam i persekutuar ka Berburg. Dhe Kasem Kaçi dhe Mitat Bare, po të pyesni, djalin e tij që është deputet sot, djalin e deputetit, a ndoshta nip që e ka, ai Barja, këta më duket se janë të gjithë komunista dhe nuk flasë për një tjetër. I nderuar zoti Bashkim. Faleminderit. Po, vazhdojmë me të tjerët, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat për problematikat e jetës qytetare. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo, Flisni ju lutem. alo, Flisni ju lutem. Tërë paresim dikë tjetër që na dëgjojnë kur flasim. Urdhroni. Mirëmëngjes. mirë, Flisni pra. Flisni zotri. Urdhroni. nga Berati po ma. Nga Berati, po ngrini pak zërin që t'ju dëgjojmë mirë çfarë problemi do sillni. Desha të ngrej një problem për ata abonete fëmijëve të studentëve aty në Tiranë. Po? Kam fëmijët aty dhe nuk marrin dot abonet, nuk e japin ata të konvikti, thonë jeni hapër. Pasi fëmija do të lëvizin, se shëtan të vesh nga konvikti të shkolla. Po. Ndaj ngrihet një sikret problem, po pati mundësi. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni të shqetësim pritëror. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Sot dosha të bëjmë pyetje në ekranin tuaj se çfarë ndos në spitalet e Durrësit. Urdhroni, flisni. Një motër i ina u rrëzuar dhe u vra pak të këqiri, edhe qënë të urgjenca Po? dhe doktori prezent, ajo ishte vrarësi dhe i thoshte që ti nuk je vrarësi, po pas ke vra këndën. Dhe i vite era tën hashash ati doktorit atje, edhe i thanë të shtirin të dalësh të morish i laqin të të vejmë siromin. Pensionista është. Kjo do mi thonë zotit kriministër është shëndetësia falas, edhe ke drejt që dele dhe e tregon brilin publikisht. Nuk i shkon një kryt ministrit një vendi brili në kram. Ju falemderit për kuaj. Faleminderit edhe ju që shfrytëzoni këto minuta për sjell çfarë shqetëson, çfarë ju shqetëson. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Jam një qytetar nga Korça, kam një hall shumë të madh. Ndoshta mund ta zgjidhim së bashku. Po? Më datën 6 prill kam bërë një aksident, jam një drejtues mjeti. Po? Shton. Edhe që në të kohë edhe deri tani nuk kam zgjedhur asnjë lloj drejtësie. Duke ditur, më fal, duke ditur që kam vajtur edhe në sigurimet e kompanive që sigurojnë mjetet, Po? edhe në prokurorin në Gjirokastër, edhe asnjë lloj problemi nuk kam zgjidhur. Ndoshta mund ta zgjidhim së bashku, nuk e Po, di. për çfarë bëhet fjalë? Përse keni vajtur atje? Për të përcaktuar dëmin që ju është shkaktuar apo çfarë? Po, për taktuar dëmin që më është shkaktuar. Duke ditur që drejtohem në kompanitë sigurimet, kompanitë e sigurimeve thonë që duam nga gjykata e Gjirokastës. Me i fjalë që mbaroj çështja.
Vete në prokurorinë në Gjirokastër, ata thonë që çështja nuk është mbaruar. Edhe kështu që unë sot e kësaj dite nuk po marr dot Që nga muaji prill. Që nga muaji prill, po. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj dhe ja besoni emisionit tonë. Urdhroni. Po, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Në zoti bashkim. Po, bashkë po flasim. Flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe një herë. Unë jam një kliente e emisionit tuaj, zoti bashkim. Emisioni ynë ka dëgjues dhe teleshikues, po jo klient. Urdhroni. Faleminderit. Po nga emocionet. Urdhroni, s'ka gjë, flisni. Donja të ngrinja një problem që para e punës unë rike me shpike paku kënë në ime dhe nuk e di në atë shpi nuk u jeton njeri e nuk e di se si më vjen ajo fatura me atë çmim maramanse. Po si, rini në një shtëpi, thoni unë ri në një shtëpi dhe pastaj thoni nuk jeton njeri. Ju a banoni atje? Jo, nuk banojmë aty, bashkim prish sinceriteti që kam edhe respekti që kam për juve. Po? Edhe jam motra e një mikeshës tuaj. S'ka rëndësi ka që ju banoni as banoni atje? Jo. Shkojmë vetëm natën, Po? me kja që qa mund të bësh natën. Me 11 natës, 12 natës. Po? Dhe tjetra asnjëherë faturën e korrentit nuk e gjejmë aty. Edhe pse kam bërë ankesa në policie dhe gjithandeja, edhe pse 2 drejtora të keshit në Laprak janë hequr, përsëri ajduti që njihet nuk u kapet. Nuk e di si dove kjo punë. Unë e di që emisioni juaj zoti bashkim bëhet shumë i dëgjuar. Po. Edhe zbatohen me fjalë. Prandaja. Po faleminderit që sillni problemin që keni dhe ja besoni dhe ju emisionit tonë. Është emisioni ku bëhen publike, indeksohen, sensibilizojmë së bashku për problemet që shqetësojnë qytetarët. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Urdhroni zotri. Po jam një qytetar. Po? Flisti pra. Përshëndetje bashkim. Me tham njërën përshëndetjen, hym në temë tani. Po, ja po keni në linjë një person tjetër. Jo, mos dëgjoni vetëm televizor, se si që shikoni po ngatroheni. Po, jo, shumë në rregull, shumë saktë. Jam një qytetar nga Fjeri. Po? Po. Uleni pra zërin e televizorit, largoni nga televizori. Kam një problem. Po? Kam një problem me këtë zyrën e pasurisë palushme këtu në Fjerë. Po? Kam aplikuar dokumentat, ato dokumenta kanë që në 94 në gjallë, që jam sërolatur atje, me dokumentat, eri pranornin, me hipnin dokumentat, kurse tani ka ardhur momenti, para 8 muaj kam për aplikimi, si pas kërkesave dhe personalisht jam takuar me drejtorin e pasurisë palushme, Gani Bendo quhet ai, më ka sugjeruar për një 5 kërkesa, për të plotësuar si dokumenta, për banesën e shtëpisë. Po. Edhe ato kërkesat i plotësova, i qova atje, bëra të tërë ato detyrimet që më takonte. Tani vetëm në sportel atje më nxjerr sa menaxher. Më thonë që jo kjo po ajo. Jo, më nxjerrin si pretekst tani një gabim ortografik. Se i kam te gjykata, i kam me vendim gjykate. Dhe të familjen. Edhe më thonë jo do hapësh gjyq, jo andej po këtej. Vetëm një gërëm atje për... po tani... Për një problem, për një gërëm tani. Po duhet korrigjuar ajo gërëm, se ndryshe ata nuk mund të veprojnë pa u korrigjuar ajo gërëm, apo jo? Po tani ashtu është si rregull si që kërkon ligji. Po tani atje ka familja, ka disa dokumenta të tjera atje që ka emrin e saj original. Nuk është vetëm ai dokument atje që është bërë një gabim ortografik. Janë 5-6 dokumenta me
Kam përshtypjen që ne do t'i akuzonim ata pastaj që bën diçka të parregullt nëse nuk do të kalonte te korrigjimi i kësaj. Me juve jam shumë dakord, po edhe një farë sorolatje mbas 18 të mëson ai që ka një gabim ortografik këtu tani do hapëzhyk. Ajo mund të thuhet që në fillim edhe pastaj ju e kishit zgjidhur ndërkohë. Unë nuk e shikoj të arsyeshme këtë. Dhe unë ju falenderoj që sjellni këtë shqetësimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni. Zoti Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Dëgjar. Ali Plaka, më kujtoj se çfarë papi. Urdhroni zoti Plaka. Një që u kapa sa ka ditë që s'po u kap dot. Urdhroni, çfarë problemesh të rëndësishme do të sillni? Ne kishim ca probleme për invalidët para dhe tetraplegjik. Po. Për këta rampat. Nuk funksionon rampa në për rrugita, në për stacione. Për karriket në rrota për invalidët të shkojnë. Po. Do mos i herë shkosh, jo më tepër po tek zyrat e qendrore në bashki. Mungojnë në rampat, Po? Mungojnë shumë, janë 3-4 shkallë. Për 3-4 shkallë, 4 të para nuk kanë bërë rampa, ai çfarë? Qëndron aty personi me karrikë me rrota, po sidomos të shkosh për mbajtje certifikat për të marrë çdo lloj dokumentacioni. Po sigur ka dhe një detyrim ligjor për të vendosur këto rampa. Po kemi bërë kërkesë, disa kërkesa. Dhe pas të bëjmë. Nëse me forcë nuk i bëjmë dot ata, këto i bën në punë që ti ka punë qeveria. Po, ky ishte problemi. Janë shumë të mira. Po. Janë ligjet janë shumë të mira, po nuk zbatohen. Ky ishte problemi i parë, tjetër? Dhe kishim diçka tjetër. Po. Për këto rrogët, sa janë ngrit, ne kemi 3 vjet që nuk i kemi marrë. Shtesat e rrugës. Pse nuk i merrni? Ata 2-3 lekë në përqindjes. Janë gati 2 milion lek për të marrë çdo invalid para tetraplegjik. Po. Janë debitor për ne. Janë debitor dhe prandaj nuk merren. Po kompensohet ajo. Nuk ka lekë, kanë 4-5 vjet, nuk shtesa pensionit që bëhet e rrogës, 2-3 lekë vjetra nuk janë marrë deri më sot. I kemi kërkuar, po nuk na kanë dhënë. Qartë. Këto dy probleme për sot. Apo dhe ndonjë gjë tjetër? Po jo, një tjetër jap me rastin e vitit 3 tani. Po presim të shpërblimet. Inshallah po ne bin të shpërblimet që ta kalim sa më mirë. Dhe ne filloj si të tjerë. Po unë ju falenderoj dhe juve që sjellni këtu në vizimet tuaja dhe të shoqatës që përfaqësoni. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dy probleme të shoh ti ngre shumë. Urdhroni, publiku po e dëgjon. Nuk e kuptoj. Po vjen fushata zgjedhjet dhe kodi zgjedhor akoma nuk është bërë. Ne do zgjedhim si gjithnjë. Kur i thon popullit dërmthas. Po, sepse këtë kryetarit partisë bashkë me ata çka thot filani për filon parti dhe kandidat si dalin tash kriminalizuar, do të vazhdojmë prapë të zgjedhim. Unë po them jam i bindur që vetë nuk do të votoj. Edhe do thosha pa u diskutue dhe të vinë me emër ata që do i zgjedh populli, nuk do të votojmë. Pra ju jeni për të ndryshuar sistemin, po. Për këtë vetingun, Po? edhe thua që do të bëhet nami. Unë për vetëm time jam pensionist, jam i vjetër, po Mahamenja nuk kanë kuj morë në gjyqtarët, as prokurorët, sepse po bën vetingu si thuhet, s'njith njëri. Se unë di që gjyq pa para nuk është bën dhe në Shqipëri. Këtë të dyja. Po do unë ju falenderoj që i sollët këtu mendimet që keni. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Jam një qytetar në Alushnja. Po? Kam një 10 vjet pa paguar ato sigurime shoqërore. Vetëm Gramse me Regina Gramsi. Vetëm Gramsi thot ti ke ikur Gramsi. Po? Vin Lushje thot ti s'ke tok. Edhe jam detyruar burrë s'kam paguar asnjë siguracion. Po, dhe tani që e vuani këtë gjë kur dilin pension. Po.
Po nuk paguan, nuk kanë qa llogaritën në ato vite, apo jo? Jam dakord, po mua nuk mi marrë lekë, unë them nani lekë, dhe ta s'mi marrë, thotë jo, ati në gramë që më paguan se ka ikur, thotë, tu ka ardhur... Pse, me se di unë ekziston dhe skema e pagesës vullnetare të pensionit? Po është një gabim kjo nga ajo e sigurime shoqërore, se tani unë bëmë dhe më prisëm, du të paguaj sigurime në çdo vend. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj, gjë që dëshmon se me çfarë problemesh ndeshen në jetën e përditshme e qytetarët. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Ju grit mirë. Mirë. Të gjë është ajo gazeta Dita, ajo për ditë të kërë për atë me Sheun. U bo që 15 ditë. Pa nuk ka lajme tjera jo, do që është atë tirazin. Është për zgjedhje e redaksisë vetë, botuesve, se çfarë? Nuk shkon, ai ka hallë tjera popullit tani me Sheun, tani këtu e 30 vjet. E dyta dimi një gazetë të ishe për arsimtarët, që thashtë do bllokim mësimin se s'na hapin shpërblim. Po. Ato në vend që të gëzohen, që u dha tyre pensionisëve, që jenë baballar to Pedro, 50 vjet që vetë, që u dha pensionisë ligë, qa ligë duhet të kanë rëgët shumë të majme. Ato mami shomin ato nxënësit aty që ka fillu të pija shash pikla 7, pikla 8 aty. Ajo problemi atyre. Edhe mjekët i kanë shumë mira rëgët dhe ato pensionisëve u takohet edhe këtyre që në maksit kofizuara. Kjo është ideja. Unë falenderoj dhe ju keni shpërblimit të bllokim mësimin. Unë falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet që keni, vazhdojmë të shfrytëzojmë në këto 3 minutat e fundit që kemi në dispozicion në mëngjesin e ditës sot. Me urdhroni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Doja të ngriha një problem për dhunën në familje, vlla. Mendoj se abuzohet shumë me këtë dhunën në familje, duke filluar që nga oficerat e policisë gjyqësore. Kam qenë e pranishme në Deg dhe më ka bërë shumë përshtypje. Një djalë 18 vjeç i kishte bërë gjyshe celularin. Për çudinë e të gjithëve, në vend ta dënonin, ta menin për vjedhje, po oficeri policisë gjyqësore në Vlorë, Artur Maze, e fut në dhunë për familje. Dhe shumë raste të tjera që dëgjojmë në dhunë në familje që ka shumë për të thënë për dhunë në familje, por abuzohet. Harin gruaja qëllon burin dhe buri shkret nga trupi nuk vete të bëj denoncim. Vete gruaja bën denoncim, burin e marrin e fusin brenda dhe gruaja jeton e lirë. Pra ka shumë abuzime që vazhdojnë nga oficerët e policisë gjyqësore, ja kalojnë prokurorisë, nga prokuroria kalon në gjykat dhe bëhen shkelje të njëpasnjëshme. Faleminderit që kam shumë respekt për juve dhe mendoj që ta ngrimi dhe ju zërin tuaj sepse ka plot raste, nuk është një e dy, po ka shumë abuzime për meshkuj. Unë jam një nën, nuk është se kam jam vetë fëmër, kam kaluar një jetë të gjithë, por i jepet shumë prioritet fëmrës, por që fëmra të punoj natën, të vej në shtëpi, mos të ketë asnjë lloj detyrimi për familjen dhe të veti bëj dhe buri denoncim është shumë që poshtëruse. Sa duket keni një rast konkret në kokë apo? Rast konkret ka shumë, po më ka bërë përshtypje me dhunën që të vjedhësh një celular dhe ta dënosh për dhunë në familje, nuk e di. Dënoj për vjedhje, sa të dënoj, dhe në 5 vjet. Dënoj dhe në 10 vjet, po jo për dhunë në familje. Është me i rënd? Kohët e fundit që i jepet prioritet, po i fusin të gjithë njerëzit në këtë nen. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin që keni, ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj Regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.